Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu na lusjet na i pranoj salavatet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe ju harxhoni disa frema, të paktën ka 10 herë në ditë, me i qo salavatet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pse është i dashur i Allahut, i dashur i gjithë pejgamberëve të Zotit, edhe i dashur i jonë. Edhe shpresojmë që inshallah ta kemi shefatçi përpara Allahut xhelel xhelaluhu. Do të kërkoj për gjithë ne, për gjithë ata që janë ummeti i tij, për gjithë ata që kanë fal namaz, janë sjell mirë, kanë bërë punë të mira, i kanë ndjek punët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për gjithë ata do të ne blesoj. E inshallah dhe ne do ta kemi pjesë me leje të Zotit xhelel xhelaluhu. Allah na fal në mëshirat gjithë ne që jemi këtu ya Rabbil Alamin. O Allah, lutjet e mia shkojnë për gjithë ata besimtarë dhe besimtare, kudo që janë sot në përbot, o Allah mëshiroj, o Allah bekoj, largoje qafirat ya Rabbil Alamin. O Allah, ndaloje gjakun e muslimanëve tonë, kudo që janë në përbot, ya Rabbil Alamin. Mposhti qafirat ya Rabbil Alamin. Këte nuk ja kërkojmë kujt tjetër përveç madhnisë tënde ya Rabbil Alamin. Ti ke fuqinë dhe ke pushtetin mbi gjithçka, o i madhi Allah. Na fal në mëshirë dhe gjithë ne që jemi këtu ya Rabbil Alamin. O Allah, si dalim nga këtë xhami, mas na lën gjinaf pa nafshi ya Rabbil Alamin. Vëm me plot gjinafe, disa janë të hapta, të fshehta, me qëllim, pa qëllim, të mëdha, të vogla, na i fshijoj më Zot. Edhe askujt nuk ja kërkojmë përveç madhnisë tënde ya Rabbil Alamin. Na ke premtuar që do ta nxjerrësh faqe bardhë përpara madhnisë tënde ya Rabbil Alamin. O Allah, janë ditë që të nxjerrin sa fytyra, na i shëndrit fytyrat tona para madhnisë tënde ya Rabbil Alamin. Mos na turpron dynja ya Rabbil Alamin. Na ruaj nga çdo lloj marrje apo e keqe ya Rabbil Alamin. Na mbroj nga mjerimi ya Rabbil Alamin, nga përtasia, nga fukarallëku, nga borxhi, nga smunjet. Na mbroj nga gjithçka që ke mbrojt gjithë dashurit e tu ya Rabbil Alamin. O Allah, të lutem për gjithë ato që vend pa punë, punësoj ya Rabbil Alamin. O Allah, ato që vend pa martoj ya Rabbil Alamin. Djem dhe vajza kudo që janë, o i madhi Allah. Ato që vend të smur shëroj ya Rabbil Alamin. Me një shërim që të mos i kthehet mos smunja, vetëm kur është hajër tek madhnia jote ya Rabbil Alamin. O Allah, na i prano këtë lutje dhe nuk ja drejtojmë kujt tjetër veç madhnisë tënde. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ne vetëm ty të përulemi dhe vetëm prej teje e presim ndihmën, o i madhi Allah. Për gjithçka të lutem ne prano ya Rabbil Alamin. Kemi nevojë për gjithçka të na japësh ya Rabbil Alamin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Allahu na urdhëron që të jemi drejtë dhe bamirëse ndaj njëri tjetrit. Po na urdhon që të falim namaz. Namazi na afron tek Allahu dhe na largon nga çdo e keqe. Allahu na i pranoj namazet tona.